Kur projekti Smart City u bë publik, ai u prezantua si një hap drejt modernizimit të sigurisë dhe menaxhimit urban. Kamerat inteligjente, analizimi i të dhënave dhe përdorimi i teknologjive të avancuara u përshkruan si mjete për një qytet më të sigurt. Por ndërsa projekti po avancon, pyetjet për transparencën, mbrojtjen e të dhënave personale dhe kostot mbeten të hapura. Smart City përfshin sigurimin dhe instalimin e platformave të inteligjencës artificiale për menaxhimin e qytetit dhe trafikut, përveç një qendre të avancuar kontrolli. Projekti me kosto $140 milion parashikon ngritjen e një sistemi monitorimi përmes instalimit të rreth 5.000 kamerave në qytet. Pjesë e tij janë edhe 3.000 kamera trupore të punonjësve të policisë së shtetit. Reagon KE në përgjigje të një kërkese për informacion, Komisioni Evropian sqaroi se çështjet e mbrojtjes së të dhënave personale në vendet kandidate përfshirë Shqipërinë monitorohen në kuadër të negociatave të antarësimit. Pritshmëria e Brukselit është që Shqipëria t'i trajtojë të dhënat personale në përputhje me ligjin e saj kombëtar. Shqipëria së fundmi ka miratuar një legjislacion për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me akuisin e BE-s, prandaj ne presim që Shqipëria të trajtojë të dhënat personale në përputhje me legjislacionin e saj kombëtar, thuhet në përgjigjen e komisionit. Edhe në fushën e prokurimit publik, komisioni thekson se roli i tij është mbështetës dhe vlerësues në nivel kuadri, jo kontratash individuale. Tani takon Shqipërisë të vlerësojë përputhshmërinë e kontratave individuale me standardet e BE-s për prokurimin publik, sqaron komisioni. Avokati i popullit nuk ka mankesa. Në Tiranë, avokati i popullit mban një qendrim po aq të rezervuar. Në një përgjigje zyrtare, institucioni kujton se kompetencat e tij ushtrohen mbi bazën e ankesave konkrete dhe të individualizuara, ose kur ekzistojnë indicje të besueshme për shkelje të drejtave të njerëzit. Mbrojtja e të dhënave personale dhe respektimi i jetës private janë të garantuara nga kushtetuta dhe nga legjislacioni në fuqi, thuhet në përgjigje, duke shtuar se autoritetet publike janë të detyruara të respektojnë parimet e domosdoshmërisë, proporcionalitetit dhe sigurisë gjatë përpunimit të të dhënave. Sa i përket projektit Smart City, avokati i popullit sqaron se është i gatshëm të vlerësojë çdo çështje që lidhet me ndikimin e tij mbi të drejtat e qytetarëve, por vetëm nëse paraqiten ankesa konkrete ose fakte të verifikueshme. Edhe rekomandimet ndaj organeve të administratës publike, sipas avokatit të popullit, jepen vetëm pasi konstatohet një shkelje konkrete të drejtave të njerëzit. Institucioni nënvizon se nuk ushtron mbikëqyrje të përgjithshme mbi politikat publike dhe nuk ndërhyn në diskrecion administrativ, për sa kohë ky ushtrohet në përputhje me ligjin. Si nisi Smart City? Projekti Smart City nisi si një nismë zyrtare në prill 2024, kur ish ministri i Brendshëm Taulant Balla nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me kompaninë Presight AI, pjesë e grupit G42, me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Marrëveshja e klasifikuar si sekrete parashikon instalimin e një rrjeti kamerash dhe radarësh në qytetet kryesore të vendit, me qëllim rritjen e sigurisë publike dhe përmirësimin e menaxhimit të trafikut përmes inteligjencës artificiale. Në shkurt 2025, gjatë vizitës së parë të presidentit të Emirateve të Bashkuara në Tiranë, kryeministri Edi Rama nënshkroi një letër angazhimi për projektin, i cili u bë pjesë e projekteve me rëndësi kombëtare. Kostoja që fillimisht parashikoi të ishte $60 milion. Pas vizitës u rrit thuajse 2 fish dhe do të mbulohet përmes një huamarrje nga Fondi i Zhvillimit i Abu Dhabit, duke arritur në $140 milion me TVSH. Projekti përfshin instalimin e 2239 kamerave ANPR, 2602 kamera PTZ, 3816 kamera trupore për policinë, si dhe 100 radar inteligjent dhe 100 sensor zhurme për trafikun. Buxheti i projektit tregon se $31 milion shkojnë për licencat e softwareve, 62.4 milion për pajisjet hardware dhe infrastrukturën, 8 milion për shërbime profesionale dhe 17.1 milion për mirëmbajtjen 4 vjeçare. Në dhjetor 2025, kompania Presight AI, kompani të dhënash dhe inteligjencë artificiale e regjistruar në Abu Dhabi, hapi degën e saj në Shqipëri me objektivin e vetëm zbatimin e kontratës.